Për 5 ditë me radhë, skena e teatrit të kukullave në Pogradec dhe kinemasë së qytetit do të mbushet me magjinë e artit për fëmijë, duke mirëpritur trupat teatrore nga Pogradeci, Berati, Gramshi, Vlora dhe Elbasani. Shfaqje plot ngjyra, humor, aventura dhe mesazhe edukative do t'i dhurojnë voglushëve emocione të veçanta, duke i larguar për disa orë nga ekranet dhe pajisjet elektronike. Në një kohë kur teknologjia zë gjithnjë më shumë hapësirë në jetën e fëmijëve, teatri mbetet një nga format më të bukura për të nxitur imagjinatën, komunikimin dhe socializimin mes tyre. Xhinxhifilo vjen këtë vit në edicionin e tij të 21 dhe për 20 vite rresht ne si Bashkia e Pogradecit dhe Qendra Kulturore jemi përpjekur që gjithmonë të sjellim për fëmijët shfaqje cilësore, shfaqje të vlefshme për kohën e sotme dhe sigurisht që të gjitha shfaqjet kanë një mesazh të saktuar brenda tyre. Ky festival tashmë Xhinxhifilo është kthyer në një simbol shtetëror të qytetit Pogradecit dhe jo vetëm, sepse edhe për të gjithë fëmijët që vinë të pushuesve që vinë në qytet, ata kanë mundësinë dhe kënaqësinë të ndjekin shfaqjet tona që janë para dite dhe pas dite. Xhinxhifilo është një festival i dashur për breza të tërë fëmijësh, ku nuk mungojnë argëtimi të qeshurat, emocionet dhe momentet e bukura me moshatarët. Teatri Kukullave Vlorë është pothuajse të gjitha edicionet pjesëmarrës, si vjet ne jemi me Ylli Qira në Kopësht. Është një pjesë magjike, do të thosha, është një pjesë që tregon sepse drita nuk duhet mbajtur brenda, po duhet dhuruar njerëzve, nuk duhet ta mbajmë dritën brenda, ose mirësinë nuk duhet ta mbajmë, po duhet ta shfaqim. Festivali mbarkombëtar i kukullave Xhinxhifilo është tradita që prej 21 vitesh sjell buzëqeshje në Pogradec.